udhëtojmë përgjatë rrugës së bukur të kombit. E para rrugë në historinë e Arbërisë, që nga koha e ilirëve që çan malet dhe çelin një histori të re në lidhjen e kombit shqiptar, në lidhjen e dy trunjeve të një kombi të vjetër. Kalojmë tunelin e bukur 6 kilometrash të Kalimashit dhe kapërcejmë Matan në hapësirat e Morinës. Kapërcimi i lirë i kufive është një çast që meriton të lartësohet në altarin e shenjtë të dheut dhe të shënohet në historinë e amshuar të kombit, sepse qysh prej 4 vitesh të shkuara fillon për ne një jetë e re, një ndryshim i gjerë drejt përparimit të qytetërimit, por edhe drejt lindjes së horizonteve të reja shpirtërore. Ai çast historik për ne formon një pikë nevralgjike, ku i gjithë fati i kombit dhe i racës ndryshon drejtimin e rrjedhjes. Atë dheu ynë edhe pse është i ndarë në dy copësh, por vetëm kalimi i lirë tashti fillon prej lindjes dhe mbaron në perëndim, agon në fushët e Kosovës dhe perëndon në detin e kaltër të Vlorës. Mbas disa qapash për te i kufirit të vjetër fillon me njëherë natyra e bekuar dhe pjellore, që nuk i pengon zhvillimin kulturor të njerëzisë, por zgjat dorën e saj të bekuar për përparim. Nëna natyrë këtu përfaqëson njeriun për ta tërhequr në gjirin e saj magjistar, për ta hedhur jashtë në jetë me fuqira të reja, në mes tokave të thata të ashpra të Shqipërisë së vjetër, me ato pjellore dhe me ato fllade të këndshme të Kosovës. Çdo udhëtar e kupton me lehtësi këtë ndryshim dhe fillon të bisedojë me gëzim. Besimi dhe shpresa që ndes toka kosovare është me të vërtetë një gjë madhështore. Kjo përshtypje kundrohet dhe pothuaj zihet në dorë në fytyrën e të gjithë udhëtarëve. Këtu, në këto toka të shenjta, një mrekulli ndes besimi për të ardhmen. Katëran dalon një qetësi tempulli, sikur kjo natyrë të mos ketë jetuar tragedin e shumë viteve fatale të kaluara. Shtëpitë e restauruara, vende mbeten shenjat e luftës me Serbin, dhe këto dëshmi duken sigur vorrezash historike, ato sikur turpërohen nga ligështirat që kanë bërë dhe tashti po ulin kokën të dënuar, të rrëzuar dhe të mallkuar. Për çdo shqiptar që shkel për herë të parë në tokat e shenjta të Kosovës, ndizet një emocion. Aty bën një krahasim në mes dy copave të dheut dhe përsërit ato fjalë të venitura dhe të dëshpëruara. Në kufirin e Kosovës njeriu fillon të respektojë qenin e vërtet kombëtare të tij. E sheh në mënyrë më të qartë se ç'është Shqipëria dhe kombi arbëror. Edhe pse përpara mund të ketë qenë pesimist, i pabesueshëm dhe i revoltueshëm, këtu më njëherë bëhesh optimist, besimtar, i qetë dhe i shtruar. Këtu respirohet një frym atë dashurie që e rrëmben njeriu dhe e shpije në gëzim në çdo vetmohim. Jemi në Shtim, në një qytet të vogël në afërsitë të Prishtinës. Unë ndalëm në rrugtimi po bëjmë pra për Prishtinë dhe Mitrovic, ne unë ndalëm këtu në Shtim. Shtime. Takom një nga zotrin, zoti Femi. Zoti Femi këtu është një lapidar me 3 push. Edhe flamuri shqiptar. Kur është ngritur ky? Pas luftës. Po, pas luftës, mira. Po. Këtu janë bërë shumë dëme në... Shumë dëme në shumë. Shumë në dëm.
Shtëpia që më në kallë. Njerëz shtëpi. Po në erdhi shtëpia, po kërkuna si kanë ndihmu heq. Se në gjek heq, kërkuna heq. Se në mu shtëpia heq. E gjithë kjo zonë këtu është djeg komplet. Këtë komplet në gjek, këtë në gjek. Janë vrarë njerëz shumë? Po i vrarë valla, i vrarë. June i ndëmtuar nga familja? Une Nga fisi? Mu shtëpinë më ka kallë, më tonë. Në shtëpinë më kanë gjek. Kanë djeg? Këtë më kanë gjek, me një musta. Robët kanë shpëtu? Kam shtuar. Je largu për këtë nej? Po më kona shinësim konë. Ku ke shku? Na shins. Na qins? Na shinësim konë. Tu brenda në... Po, s'ko me ikë, bitoj. Pas gjithë se rrugët gjatë nga qyteti Fierit, erdhëm këtu në Prishtinë në orën 12. Një ndalesë e shkurtër në Prishtinë, atje ku është ngritur lapidari i pavarësisë, atje ku valon flamuri i Kosovës. Një ndalesë e shkurtër për të parë Prishtinën e bukur, kryeqytetin e Kosovës. Kemi përshtypjen se po kalojmë në një hark triumfi, që po ecim drejt një bote të re ku gjendet burimi i gjakut të vërtet arbëror. Po thithim ajrin e pastër të Kosovës së bekuar, një gëzim, një optimizëm dhe një ideal po na mbush kraharorin. Me ndjenjë të këndshme dhe me besim fetar, na ndizet shpirti, na ngrohet gjaku. Si martirët e mitologjisë duam të hapim krahët për të përqafuar më mirë Kosovën e bekuar dhe duam të çojmë kraharorin për të ndjerë në thellësi stuhin shtirimin. Këllem me krahun e djathtë Prizrenin dhe hapësirat e tjera të fushës Kosovës. Erdhëm në Vushtri, ose Vuqitern si që thoshin serbët e mallkuar. U ndalëm atje, ku kishim lënë takim me fisin e Breshnicëve, avokati Sheramet Ademi, nipi Breshnicëve, historiani Haki Kosuni, si dhe përfaqësuesi i komunës Kastratit Ahmet Greqevski dhe Albani Vogël, që për shumë gjëra është kurioz të dëgjoj. Takohen dy fise, të ndara kush e di prej sa kohësh. Më në fund u hap rruga, u bashkuan njerëzit, mbaroi tragjedia, filloi pelegrinazhi. Kjo rrjedhje nuk bëhej në një vend të huaj, as në një kom fqinj, por ngjante mes dy vëllezërve, në mes vatrave, arave dhe katundeve. Kështu kemi ecur, kemi marshuar ne shqiptarët e Shqipërisë së vjetër drejt vëllezërve tanë kosovar. Çlirimi i Kosovës në historinë tonë kombëtare padyshim formon një ngjarje të lumtur. Përqafimi i vëllezërve tanë të robëruar dhe derdhja lotëve margintar ngjan me një vonesë, një lodër e çuditshme e fatit. Kosovën e bekuar për një kohë të gjatë e mbajti larg nesh. Dhe pas kësaj një ndalesë e shkurtër me historianin Haki Kosuni, një dëshmi e shtëpisë së një serbi që kishte inicialet e Aleksandr Rankovićit, një serb i vetë dënuar që u largua nga fshati e braktisi shtëpinë, i ndjer fajtor për krimet që kishte bërë me shqiptarët. Fakt interesant. Profesor Hati, ky është një fshat serb. Jemi afër shtëpisë Babin Most, që është i populluar tërësisht me serb Kosovës, të cilët në pjesë dërmuese janë kolonistë të ardhur dhe të vendosur këtu, për fat mirë të shqiptarëve dhe të Kosovës, këta nuk janë të evidentuar si kriminal, si njerëz të cilët kanë bërë krime të shumta të cilat janë bërë nga serbët në Kosovë, ndërsa gjendemi gjithashtu
afër shtëpisë një ish bashkëpunëtorit të Aleksandr Rankovicit, një kriminali shumë të madh dhe një antishqiptari, i cili nga e keqja Ka bërë shumë krim. Ka vdekur nga ajo simet se ka bodhur në shtëpinë dhe pasurinë këtu nga se ka bërë krime dhe ka ikur. Në Serbi ka vdekur dikur. Shtëpia e tij e ka formën me inicialet të Aleksandr Rankovicit. Do thotë ka qenë tradicionalist bashkëpunëtor i Aleksandr Rankovicit, antishqiptarit më të madh të kohës së tij. Dhe pas kësaj marrim rrugën në hapësirat e komunës Vushtri, përpara një tabel që shkruhet Breshnic. E kanë ruajtur emrin e fshatit. Kosovarët e ardhur qysh prej viteve 1924 në tokën mëm shqiptare, të shpërngulur prej andej forcërisht nga Serbi. Këtë mbiemër mbajnë pra Fisi Breshnica, i përfaqësuar nga fasti Jaho Breshnica, një nga nacionalistët e betuar që ju përkushtuan luftës për atë dheun, por që fati e dënoi. Fasli Breshnica, një nga patriotët që u prangos qysh në vitin 1945 dhe fati e dënoi që të kalonte pothuajt gjithë jetën në burg, i dënuar dhe shumë pak gëzoi lirin e kufizuar në regjimin komunist. Terrori komunist e dënoi për jetë Fasli Breshnicën dhe nipin e tij e pushkatoi në lulen e rinis, Shaban Breshnicën. Ishte kjo arsye që pjesëtarët e familjes së tij, Sadik Breshnica, nipi i tij, u nisën pra për të parë vendin ku kishte lindur dhe prej nga kishte ikur Fasli Breshnica në ato ditë rrebeshi të regjimit serb nga diktatura e egër e Beogradit. Udhtojmë luginën e bukur pjellore përmes kodrave të ëmbla të Breshnicës. Flok të imta dëbore për plasën në xhamin e makinës, një bardhësi, ashtu si zemrat e atyre kosovarëve që banojnë atje. Një dëshmi e luftës që mbeten këto muret rrafshuara në 3 këndet e saj, një dëshmi e egërsisë së shkjaut. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no Sa love mbritëm në së fshatit të dënullon burra, fëmijë i lodhin në rrugë. I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative. Lan lojën e futbollit që bënin në asfaltin e rrugës së fshatit, Çlirimi, Denisi, Arianiti e të tjerë, donin të takoheshin dhe të përgjigjeshin për gjithçka. Si jeni o djema? Mirë. Këtu banoni ju? Çfarë fshati është këtu? Breznica. Breznica. E dini çfarë dini për fshatin Breznica? Fshati mirë. Unë jam i Viloncit, nga Viloncit, dojt. Çfarë klase e vazhdoni ju? Gjashtën. Gjashtën. Unë gjashtën? Jo, unë jam pestën. Pestën? Edhe kin pestën e klasë. Unë e tretën. Ti si ke emrin? Arianit. Arianit, hë? Arianit. Visar. Visar. Çlirim. Që sa bukur është emri bukur. Çlirim. Albin. Albin. Enis. Enis. Keni dëgju? Po, kena dëgju. Ti s'mban më? Ma. Jes, fëmi i vogël. Fëmi i vogël. Kishte ndonjë familje që u dëmtua? Jena ja. Asna. Po keni dëgju që janë vrarë shumë njerëz këtu. Po. Edhe kanë luftuar shumë. Kush ka luftuar këtu? Dini ndonjë emër? Adem Jashori. Dhe më pas, përfaqësuesi i parë i fisit të Brezhnicëve, të ndarë rreth 80 vite të shkuara. Figura e parë do të prezantonte Hajziri, ishte Hoxh Breznica, i cili për veprat e tij ishte kthyer në legjendë dhe e gjithë familja me një origjinë dhe një trashëgimi shumë të pasur, familje Trimash, që kishin lënë gjurmë në historinë e këtij fshati dhe në Kosovë. Ky është nipi i Hoxh Brezhnicës, i cili në kohën e ish Jugosllavisë, do të thotë Serbisë parë, luftoi me
malazez këtu dhe patron konflikt me ta dhe pa të bon një dëm të madh serbëve atëherë. Dhe ky tash e trashëgon emrin e Hoxh Brezhnicës dhe tash do të na prezantohet. Po, unë për ndryshem Hajrez emnin, krasniqi mbi emnin, jam nipi i Hoxh Brezhnicës. Hoxh Brezhnica ka pas emrin Hajrez, i cili ka qenë 5 vëllezër. Ka qenë domethënë Hajrizi, Mulla Hajra, që ka unë shkurtimisht, Idrizi, Besiri, Rama, Zainullahi. Këta kanë bën në vitin 1931, në shtator, në vitin 1931, kanë bën një luftë me malazez këtu në fshatin Brezhnicë. Në atë kohë kanë pru 60 shtëpi malazez këtu në Brezhnicë, ja kanë fut këtu në katon. Kanë ardhur që të banonin këtu. Kanë ardhur që të banonin këtu, ja kanë ndërtuar shtëpinë në Jugosllavia, Serbia e para atë në atë kohë. Kolonizimi. Kur e ka bën Nikola Pashiçi. Po Nikola Pashiçi, Nikola Pashiçi. Ka prur fshime shqiptare. Do të thotë me një post, me një bunar të quajtur, kanë marrë ujë 2 palët. Edhe ata dhe këta që kanë pru këtu, ata kanë pasë më edhe në atë dihet që është edhe konga që knohet. Aty kanë shkuë rejat e Hoxhës, motrat e Hoxhës, me marrë ujë edhe në atë kohë ka shkuë spasa i quajtur në atë kohë që ne kanë prej, kanë vra. Edhe i ka dëmtu aty, i ka shoj, i ka shty, i ka rajo, i ka sen, edhe aty kanë shkuë dhe kanë lajmëruar familjen. Ka doli Drizi i parë, domethënë baba i Xhemoli tash është i gjallë, Xhemoli ka dikon 85-6 vjet. Edhe ka arrestuar më njerë, ka bu luftë me tha. Në ndërkohë kanë ardhur policie, kanë ardhur jandarmerie, malazez tjerë, të fshatra tjera, edhe ja kanë vuzë jarmin, këtë jo veç në shtëpi, po këtë asaj mahalle. Si ka dalë Brezhnica nga lufta e 99-s? Në luftën e 99-s kesh, po them kanë qenë dikon 84 shtëpi të djegura, tërësisht. Kanë qenë dikon 100 dëmtuar edhe kanë qenë 3 të zhdukur. Djali i djalit të Drizit, i cili ka rezistuar atë kohë, është i humbur Mustafa. Pastaj është Ram Berisha. Sa banor bëhet Brezhnica? Brezhnica dikon ka 2500 banor. Të është një fis i dëgjuar në Fier me emrin Brezhnica. Fasni Brezhnica, çfarë dini ju? Por fazi Brezhnicën unë kam dëgjuar se ai ka prej këtu ka dalë në Turqi. Mbase se unë po tha një emën tjetër, po ai nuk është. Se më njerë si pas këtyne ngjarje që kanë bojë, kanë qenë shumë motë, ai nuk ka qenë këtu, dhe më thonë, ai ka qenë një afërm i familjes Hoxhaj, i cili ka dalë në shumë kohë, po nuk e di çfarë vit, dikon 1918 dikon, po ka dalë prej këtu dhe ka shkuar në. Unë kam dëgjuar që ai është shpërngur prej këtu, ka shkuar Kaçanik, prej Kaçanikut ka shkuar në Turqi. Ka njerëz të afërt. Kam informatat. Njihni njerëz të tjerë të këtij trungu të familjes? Si nuk njeh, unë njeh shumë. Ku jeton këtu për shkak ata? Jeton, domethënë për familjes Hoxhës. Juve jeni familje? Unë jam bash familje Hoxhës. E që keni bënë edhe me Brezhnicët, ku është dhe me Brezhnicët kemi dëgjuar edhe për ballarët, thonë që kemi do Brezhnicë të afërm në Shqipëri. Po. Mi po merr rasti edhe sot u njoft me sot u njoftën thonë po ta shumë çep më duket se më kam problem. Seriozisht më kam vëllai imi se jo veç i afërm imi. Kam shumë dëshirë që më pafsh edhe me këtë juve, jo vetëm me këtë, po me të gjithë juve. Ne jemi, unë domethënë baba im i ka 4 djem, që të jemi tash, domethënë djali i Hoxhës i kalon 4 djem. Edhe migjen tjetër e kam që i kalon 2 djem, i ka atje ku është edhe fotografia e babgjyshit Hoxhës, mor aty, edhe po të them drejtën na kemi qenë edhe gjatë kohës para 99-s kemi qenë shumë shtypun. Kem pas problem për punësim, kem pas problem për shkollim, kem pas gjitha problemet që kanë ekzistuar për shqiptarët këtu. E sot si ndjeni? Sot ndjehemi më mirë. Më të privilegjuar, ndihemi më të mirë, ndihemi kemi një farë jetë pak më serioze, më të mirë. Pse quheshit nacionalist? Nacionalist, për shembull kemi quajtur as kanë guxuar, domethënë kur i takuam me ne kanë ik. Tani jeni të qetë. Tash jemi të qetë. Xhamia e fshatit, një ndërtesë e hijshme, ku besimtarët musliman kosovar kryejnë rritet e tyre fetare. Dhe në anën tjetër, atje ku prehen ata, të parët e fisit Krasniki, si dhe djemt që ka dhënë jetën e tyre në luftë kundër serbit. Hapësira të bukura, livade, pak pyje dhe kullota, shtëpit grupuara sipas fiseve. Tashmë pamje e ringjallur e Brezhnicës, pamje e njerëzve të saj, e fëmijëve me fytyra të qerura, që rrezatojnë atë që u mungoi aq gjatë, njerëzoren, lirin, pavarësinë,
dhe ata çmojnë mbi gjithçka si njerëz të lirë dhe të respektuar, dhe pse ende nuk janë shëruar plagët e luftës dhe ndryshimet po esin ngadalë nga pengesa që nuk dihen. Breznica ringjallet dhe kërkon ku janë dhe kus janë bitë e saj. Mustaf Krasniki dhe shokët e tij, të gjallë të mblidhen nga të dy anët e dheut shqiptar. Tiranët nuk duken gjikundi, nuk dihet sa dhe u rëndon përsipër. Sidoqoftë liria dhe pavarësia e Kosovës i sjell shpirtrat e tyre. Ata dalin nga heshtja, nga përjetësia dhe u afrojnë të gjallëve. Ndërshikues, pra u ndalëm këtu në familjen e Azem Krasnikit. Këtu pra në një fshatrat shqiptare me shumë tradit, një fshat që ka 2500 banor, siç na thanë, fshat ka dhe shumë histori tjera. Na sollën miq të mirë tek miku i mirë. Mirë se u gjetëm këtu në shtëpinë tuaj, erdhëm pra për të takuar, për të parë. Kam erdhur me kosovar fjerak të familjes Breznica. Është Sadik Breznica dhe një njohje, një histori pak gjëra për televizion Apollon të Fierit. Mirë se kena ardhur gjithë, faleminderit, jeni mirë se ardhën çdo herë tek ne. Unë dalëm tek shtëpia juaj. Më thanë që jeni martuar dhe keni 6 vajza. Po. Është një mrekulli. Faleminderit shumë. Po, keni në luftë për të bërë djalë apo keni domosht të bëni fëmijë edhe nëse do keni lutem? Jo, nuk është interesant për mua të bëj djalë, apo për mua është interesant vetëm me kanë fëmijë. Se këto vajza të rëmresha do vera apo? Po. Pra një histori e shkurtër e zotit Azem Krasniki. 21 dalë në luftë, në luftën e Kosovës, për shtirimin e Kosovës të vitit 99. Juve si dhe një nga parët e këtij fshati pra që ju keni marrë pjesë në luftë. Po. Është vërtet? Po. Unë kam në Istanbul, duke studiuar drejtimin islam, teologjin, kam marrë prej atje në Shqipëri, kemi vendosur në Bajramsur, prej Bajramsurit kemi organizuar dhe jemi ardhur në Kosovë. Së bashku me Ushtrinë Shqiptare. Atë ka qenë dikon me 28 nëntor, bash ditën e fundit, ditën e pavarësisë Shqipërisë. Kur kemi kufinin dhe jemi hinë në Kosovë. Azem më dëgjova sa në hyrje të fshatit komandanti thënë. Ke pasur ty në luftën e Kosovës? Po, kam mundhes një tag të artillerisë, ku kam marrë mësim nga afrorët tonë Shqipëri, atë kanë dhënë atë mësim, se kam qenë shumë i ri, po aftësitë mia kanë arritë domethënë hecin një togë të artillerisë. Lehtë. Po. Keni patë shumë probleme dëmtimin në togët tuaj? Kemi pas probleme, kemi pas dëmtime, po ashtu ka pas lufta e ka gjitha to pasoja dëmtimet e gjitha. Tash punoj forcën e sigurisë të Kosovës, domethënë Prishtinë. Si ndjeni? Shumë mirë. Si. Ai janë po plotësohen ato ëndrat tuaja që përse ju nisët luftë? Janë duke u plotësuar, janë duke u realizuar, por dal ngadalë. E mira vjen ngadalë. Çfarë më ku ka ngelur? Për shpejt. Po jo, asnjëherë se kërkoj shpejt, se puna e shpejt nuk ka rezultate mirë. Puna ngadalë ka rezultate shumë të mirë dhe korrekt. Shpresoj që të arrijë gjitha ato ëndrat tuaja. Unë shpresoj që ata mrij dhe vet atë. Që do vjen shpejt mrij vet atë. Dhe dashia atë kënaqësi. Ndoshta në moshën pjorore do më shumë vjetër, po dami. Profesor, në traditën e kosovarit të shqiptarit, kudo që të jetë gjë se s'bën, nuk mund të ndash pra pa një Kjo është një vërtet kombëtar që është përcjell brez pas brezi dhe për një gjeneratat e reja tash, po kultivojnë një pritje të tillë me elemente tipike shqiptare, që është krejt njerëzore dhe e pranuar, e kultivuar, e respektuar nga gjitha gjeneratat. Ky e ka themelin e fortë, gjysh pas gjyshi i ka qëndruar për balë shkaut. Serbët në shpirt dhe në mendje gjithherë ka pas shqiptarizmin dhe familjet e tilla ardhëtare vërtet kanë vujt në kohën e regjimeve të pushtetit okupues serb, por
kanë qëndruar dhe sot e kanë respektin në Kosovë në nivelin më të lartë. Unë ndihem i gëzuar, i nderuar që gjindem në rrethin e tyre familjar. Ja pra, të gjithë të gëzuar, ishte kënaqësi. Rroja dhe trungu mbetet trung gjithherë. Dhe legjenda, legjenda dhe historia kot flet për legjendën, sepse ajo është legjendë vetë. Dhe kjo familje është legjendë në rrethin e komunës Kastriutit. Legjenda pra, është bukur e thatë. Bukur e thatë dhe do të zbukuroni atë ekran Azem Kastilli. Azemi për dyshe ishte komandant i ushtrisë shqiptare të Kosovës, një ndër komandant të vyshëm, patriot, i dijshëm, edhe vizionar për luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, ndërsa sot Azemi ndoshta do të tregon dhe vetë gjiden pranë trupave të FSK-s si komandant. Kanë edhe një vëlla të zhdukur nga forcat, po kanë Mustafa Krasni që është ende i zhdukur, do thot nga forcat e okupatorit serb gjatë luftës në Kosovë. Do thot gjithëherë familjet në dhetarizëm kanë... Pra gëzime, dhimbje, me gjitha të shqiptarit, ditë i kalojt gjithëherë. Ishte kënaqësi që u gjendëm në këto borë, midis këtyre shtëpive të nderuar, midis këtyre njerëzve të nderuar që na shoqëruat dhe i keni përnder televizion Apollon. Do të vazhdojmë bisedën së bashku. Zoti Idris, ne u gjendëm këtu në oborin tuaj sot, midis vëllezërve tu, edhe ty që takuam. Po dëgjuam që keni përveç të mirave keni edhe një dhimbje. Po e kemi edhe vllaun e zhdukun, dikon një janar ka funi janarit është i zhdukun edhe mu. Të këtij viti? Jo, në luftë, do me hanë në 2000, do me hanë edhe mu nuk dim kur gjë për të heq. Tash presëm. Që ndodhë, do më përsi, nuk ka familje në Kosovë që nuk ka një dhimbje? Jo, nuk ka asë një familje që s'ka ndo një dhimbje, po dikush ma shumë, dikush ma pak. Pro, në fundi çdo familje e kem pas për detyrë që i ka 3 mashkuj, një të epën për Kosovë, pa marë parasysh, po që ka më bo, shumë tjerë që kanë dhonë me 7, 8, 10 deri në 19, të jasharat edhe ma shumë, kemi edhe këtë Roma Nobilic, ka dhonë 19 antare, shumë njerëz tjerë për shembull, po që ka me bo. Po, apet jem popull bëre qëtë li, jemi me të ballë apet. Po mo i mëtë që do të avizoj venin tonë me gjithat mirat, po e mirat je ma ka dal, shkall. Baba më ka të reguë që ka qenë këtu fazlia jahës dhe në kuhen e mëqme kër jenë dalë për Turqi, është dalë edhaj në atë ku. Po pe atë heshit më lidhja dhe tash mas lufte nuk kemi pasna. Tash mas lufte u konë djali fazlis të jahës të na, në 2001 apo 2 nuk kemi sigurt, edhe ato jemi taku apet. Dhe tash kër ercat. Faleminderit. Aziz Krasniqi. Faleminderit Aziz. Gjithë mirat. Kjo është shtëpia e parë që ka oshtërënuar gjatë luftës, është djeg. Pastaj kemi ndërtuar këtë shtëpi pas luftës, edhe kemi renovuar edhe shtëpinë tjetër. Domethënë këtu nuk kalon asgjë serbi pa bo dom edhe të këqija. Dhe përsëri ju keni ndërtuar, dhe përsëri kemi ndërtuar dhe kemi desh që ndrojmë apet këtu ku kemi lind gjithmonë. Përshëndetje. Se keni ardhur. Si jeni? Që në më gjallë ju, se jeni, hajni mirë. Si hajni mirë. Si kaloni? Mirë se u gjetëm. A jeni mirë. Apo doni më sapera, ja. Mirë se vjen. Te çdo kosovar mund të shkosh. Tek të gjithë mund të shkosh. Edhe dyert janë hapur gjithandej, atje ku kemi shkuar pak. Po ne kemi ardhur sot për një fisin tuaj të largët, nuk e di, ka qenë, ka banuar këtu një fasli Brezhnica. Faslia jos.
Fazlia i Jahos. Djali yt tham, ka thënë babai dhe i ka qenë Fazlia i Jahos. Rahimi tonë. Urdo? Rahimi e konë tonë, a i punon në pallat. Rahimi, po. Vëllove vetë Selim e ka amin. A i punon në teronë në pallat. Atëherë kërë konë më ka kaldua. E këna në ajtu, një ju gjithë sa hoti. Pra me sa duket nuk e di Sadiku takuat, u afruat me Sadiku dhe ky është nipi i Fazlis. Po, a? Djali Fazlis. A i mirë. Ta moshë, ta familje, krejt. Që ka një histori të dhimbshme, patriotike, nacionalist, njerëz kanë luftuar për kombin. Qashtu. Edhe njerëzit e mirë mbahen mend, mbeten apo jo? Qashtu. Ashtu si djemtë tu. Ashtu si djemtë që mbeten që i ke aq trima, dhe që i merr historia, kaq të rinj, ku është Azemi? Kaq i rinj që është Azemi, që thash ky do të jetë nipi, thash, s'ka aq i rinj apo jo? Edhe tjetri me dhimbje që keni pas probleme, po nuk dua të hyj në dhimbjet, po do të hyj në këto gëzime që keni përpara në këta njerëz, në këta djem që janë kaq trima e të shëndetshëm, janë shumë të mirë. Inshallah gjithmonë janë tonë të mirë vëllezër në qiptar, unë mon butes edhe motra qiptare, edhe gjithë inshallah në rrugëzotit për çdo sene të kësia, inshallah gjithë njëri tjetrit e dim si vëllon edhe si motrën. Edhe me hije ka na jena gonë gjithmonë shqiptaria. Po që tash ka dal, inshallah po vim me në ren, si kur bleta që dele merë mjoltën lull, edhe bjenë të ashtu inshallah na jam lëzë zemrat të gjithve, edhe dim njëni tjetën vëlla mëtër. Faleminderit Zoti Xhamal. Me nërko gjithmonë. Ju keni kaluar disa luftra. Çfarë mbani mend më shumë? Kush ju ka sjell më shumë dhe dëm? Ti leksioneri kurokon, mas domi o bon, kësë u tonë. Pse i ka qitë 4 fe këtu. Bile edhe këtu në Berlinistoni ka qitë 4 fe. Ka qitë Serbionin, ka qitë Magjupin, e ka qitë Crnagorin, edhe Serbian Magjup. 4 fe na i ka qitë tu. Toni na i ka ndonë në licat, na i ka morë të ukat, këna hjek, doar me gjëks, që thujnë. Bogori kur ka sënu 3 vjetë këtu, për që ata jenë dole në Turqi, vlodë në qiptor për këtu ujtë. Se o dole kontrola ka thonë pa urnin nuk u dënë me kur as theknen, as elbin, as grunin. Motra tona, nona tona i kanë maru gurt, notën kanë i dure dhe kanë morë, kanë kur, edhe duhet me koll ata. Me hup, se me ta gjetë, i ka prish 4 moshkuj stupët bugorin atë ku. Edhe në quje një kjenë shumë tërqë. Kur morët vesh që këta e gjallë dhe ku janë? Tash edhe... Kur morët vesh? Ku edhe që shedi unë edhe 2000 njerëz janë që se dim ku janë. Që të të Kosovës tonë, lodhen e mutra e nona. Ati herë të një do janë orë dhe ku ndo. Janë orë që ndo. E qashtu. Dhimbje. Po juve përsëri jeni zot në vendin tuaj, jeni prap të fort apo jo? Jeni të fort, po e mbani përsëri këto troje. Po i mojmë se tash që atë jem këmë me truhu, e që të një adol një dhe shpi vlad në lakë. Pe që atë jetë, boba ka njek të bunorin për të lisë, dhe këtirit të kuma që zoj shpje që i këmë qitë subin, 5 metra, ja ka dhonë plumin këtu. Kur jë në vytë të të në pëtë, ja ka thujë 2 të dhënë, 2 dhe mollë të i ka mjetë bovë që lumë qëtu. A ja ka kutë kryet krejtë. Kush? Bova jam Crnagorit. Shkojnë ju e zezme
Djali i Hoxh Brezhnicës, Xhemal Idris Brezhnica, më i vjetri i këtij fisi, u përqafua me Sadik Brezhnicën, nipin e tij të ardhur nga Shqipëria, prej andej ku prehen eshtrat e fasli Jaho Brezhnicës, gjyshit të Sadikut. Njerëz të ngjaku, të mbrojtur me virtutet njerëzore dhe trimërinë për mbrojtjen e shqiptarizmit. Xhemal Idrizi përqafohet me të gjithë puth fotografit e vëllezërve të ndarë, qysh në fëmini, krenohet me historitë e dëgjuara, me përballjen ndaj diktaturës slava komuniste në të dy anët e kufirit. Nacionalistët që vojtën dramën e përjetshme të lirisë së mendimit dhe dashurisë së madhe për atë dheun. Profesor, jemi pra në një ambient të jashtëzakonshëm për mua. Raste të ralla më krijohen si kjo, që jam gjendur midis tyre njerëzve kaq të dashur, midis jush, midis kësaj familje të jashtëzakonshme. Këtij babai me shumë halle, por që i përvallon me burrëri të madhe. Çdo të thosh ti përballë këtij takimi këtu. Jo vetëm për ju, por edhe për ne është kënaqësi e madhe të jemi në një familje, në një rreth të tillë të respektuar në Kosovë. Është familje që ka gjenerat të largët dhe lidhje të ngushtë me historinë krenare të Kosovës dhe të shqiptarizmit, dhe çdo luftë që është bërë në këto troje, këta kanë qenë në ball të mbrojtjes së trojeve të vendit, dhe edhe në luftën e fundit i janë përgjegj zërit të atë dheut dhe kanë dhënë çdo gjë prej vetvetes për të frymu kjo tokë dhe kjo popullat këtu Shqip. Dhe vendosmëria e tyre ka qenë frymëzim për popullatën e rrethit dhe për viset të tjera shqiptare. Paraardhësi i tyre është figurë e ndritshme historike. Hoxh Brezhnica është figurë, por që fatkeqësisht historia jonë ende nuk e ka thonë fjalën e duhur, nuk e ka ndriçuar atë figurë as të rëndësishme, e cila edhe sot e kësaj dite është shembull i mirë dhe ndriçon hedh dritë dhe rrit dhe ushtron ndikim në krenarinë dhe në edukimin e gjeneratave të E çfarë doli pas një figure që kërkojmë ne këtu? Pas fasli Brezhnicës, çfarë na doli gjithë kjo pasuri, apo s'mund të quhet kështu, profesor? Fasli Brezhnica ose fasli Jaho që ai ikur prej vitesh dëshmoi Baca Xhemali, edhe që ka ikur që në 18-ën, ai e kujton me dhimbje e thot 2000 vete kanë ikur, thot, s'dim ku i kemi. Këtu është foleja e një shqiponje e cila ka shkuar Foleja e Trimave. Foleja e Trimave. Dhe dhuna serbe ka qenë permanente, ka qenë e vazhdueshme ndaj shqiptarëve. Dhe unë konsideroj që vetëm shqiptarët i kanë bërë ballë një dhunë të tillë të tmerrshme, të padurueshme. Por vendosmëria për të mbrojtur pragun e shtëpisë, për të mbrojtur trojet e të parëve, për të mbrojtur tokën. Cilat janë emigrimet e para sipas studimeve tuaja, të kosovarëve që i kanë ndjekur me dhunë nga vendi i tyre, nga cilat vite, ato 700 fshatra që përmendët ju para, jashtë kamerës e të tjera. Dhuna serbe dhe krimet serbe kanë filluar para ardhjes së pushtetit të okupues serb në Kosovë. Qysh në shekullin e 19, në gjysmën e dytë të shekullit të 19, do thot në kohën e luftës ruso-turke në vitin 1875 dhe më vonë, para kongresit të Berlinit, nga presionet e mëdha, është dëbu një pjesë e madhe e popullatës shqiptare nga Sanxhaku i Nishit. 740 vendbanime të pastra shqiptare janë dëbu mrena disa ditësh në mesin e atyre familje. Unë konsideroj se është edhe familja të këtë cilët jemi këtu, por është fatkeqësisht edhe janë edhe paraardhësit e familjes time. Ne jemi po ashtu muhaxher në tokën tonë, pashtu quajtur, nga se Serbi e ka luajtur lojën edhe para se me instalu pushtetin në okupues këtu.
por ka hasur për fat të mirë që thot popullit e ne këtu në Kosovë, shara i ka hasur në gozhd serbit dhe nuk ka arritur ta këpus këtë kontinuitet të jetës së një popullate të qëndrueshme shqiptare, heroike dhe në mesin e atyre të dalluarve që i kanë qëndruar përballë dhe kanë qëndruar vertikalisht ndaj pushtetit të ashpër okupues serb, ka qenë edhe familja e Hoxha Breznicës, edhe shumë familje tjera shqiptare. Në Selim, që e përmeni Turqin edhe Rusin për vlov. Atëre janë shkua vullnetar, se një noni ka bu gjithë shërëve Kosovës edhe Shqipnisë. Thot kush do një marë, thot vullnetar. Edhe që, baba unë në barë gjyshës më nërë më thunë halo palind. U shku babë gjyshës Selim atje. I ka thonë atina komandante turk, ka thonë thirma atë komandante në Junonit. Ka thonë priti gjinlit për vinë që tashtit Kosovës edhe të Prishtinës. Ka thonë o shqiptarë, për 700 vjetë s'keni që kam bëni. Për 7 saat i kanë dollë tej për tej. Babë gjyshi atim kam jetë edhe një kushëri e menë. Apo ka të ishdo, thoshtë, qarë mund të shtojë? Po jo, vetëm këto tregimet dëshmojnë një vazhdimësi të qëndresës heroike të këtyre familjeve. Kudo që në tretur, kudo që i ka bartur dhuna dhe lufta, ato në një stoike kanë qëndru besnike veprimtarisë vetë, ideologjisë vetë, që ka qenë një ideologji shumë e pastër kombëtare. Tani, daja em po e tregon në mënyrë konkrete se ku Fazli Breznica ka pas shpinë, edhe më kisha pas qef që të na tregoj. Krejt ato që a din për Fazlin, për Jahën, për Sadrin, ku e kam pas vend banimin, a ka tokë që e mërtohet. Me dorë ku është. Edhe me dorë na tregon ku nëse... Ku mendohet që të kenë banuar? Trojet ku i kanë pas. Ata ku i kanë pas, drejt për mi qatë shpinë që për duke që aty. Me njerë uve asfalti e që shdo ta nën te për jenë që aty. Që i kanë bërë së vetë. Ora jo thirët sëdëja. Mbajnë mënd për njerëz... Edhe rasi që të thi, ora jo thirët sëdëja. Një orë është aty. Ja, kjo e di, po ko që me ditë kjo. Kjo e di, po ko kanë që për kamerë këta. Sëdë ko emnin halo ora e johës. Thirët dhe me thonë e babës të Fazlis. O borë johës. O borë johës. Vezlindja johës. Vezlindja e Fazliut. Ja, ose është emri i babajt të Fazliut. Deshta më janë ndihmua pak migjes. Për se i kom dëgjuar për bashkëpikti, po pak jam mosha në pyetje, e do të thonë që është sot bashkë atje ku bëjmë me dorën është vendlindja e Fazliut, johës edhe Fazliut. Një familje e madhe me të parë të tyre, si Hoxha Breznica, që u bë legjend e fshatit Breznicë dhe Kosovës. Në vitet 1918, kësaj familje u shkëputën 2 vëllezërit në moshë të njëjtë, Fazli dhe Sadri Breznica, bijtë e tyre trima. Hoxha Breznica, i cili u përball me 60 familje malazeze të ardhura në fshat, po kështu dhe bijtë e tyre trima, më të rinj, Mustafa Krasniqi, i rrëmbyer dhe zhdukur nga serbët qysh në fillimet e luftës të vitit 1999, Azem Krasniqi, që u nda nga shokët e tij student në teologji në Stamboll dhe u kthye në trojet shqiptare për të bërë pjesë e rëndësishme e luftës së fundit kundër serbëve, komandant të një nga batalionet e UÇK-s. Baca Xhemal, që tashmë janë tharë në lotët, rënkon, por me një qëndres stoike, karakteristike e fisit tij të gjerë, andej dhe këndej kufirit, shikon fotografit i puth dhe kujton.
asnjëherë kjo kull nuk është turpëruar. Dhe po ta hetosh me sytë e shpirtit Xhemal Idris Hoxhën, gjen tek ai tërë historinë e luftarve, heroizmin dhe tragjizmin të veçantën e Breznicës dhe të Kosovës. Pra jemi ulur këtu në një odë kosovare. Kjo është oda juaj, këtu i mbledh miqt Baca Xhemal. Këtu i mbledh miqt. Sa burë merr kjo odë, azem. Kjo odë sa burë, sa ka mbledh baba ju. Sa nxen. Kjo sa nxen, ha? Na ta që në dyra me lira pjenar, e kena qitë bunori atje, 100 veti këm posqit. Krahinat tjera shqiptare ka, është tradita e odës, edhe në krahinat tona, po shumë një odë shumë të madhe, të shtruar si një herkohe. Pra të gjitha ato biseda i bëm jashtë, ne erdhëm këtu në këto odë, pra që të takojmë më afër për të parë pak traditën, zakonet, atë që bën kosovari dhe shqiptarin tërsi. Po pse jo po i drejtojmë azemit? Këti ka të pun dera me rritë pavarësin, me qua amanetin e të parve të vetë në vend. Dhe është fat, që do t'a gëzoj se të që do t'a gëzoj kjo dhe gjeneratët e arshme. Unë deshta në ratë partë të flasë për jardjen time kështu, dhe në kontekst asaj të tregoj edhe shkasin që kemi arsët këtu. Unë jam djali Sheremet Ademi, djali Ademit, nga fshati Rashan, i shaljes të Bajgorës. Baba im ka qenë i biri i Zelihës, që Zelija ka qenë motra e Fazli dhe Sadri Brezhnicës. Sadri ka qenë ndaja i madh, ndërsa Fazli ka qenë ndaja më i vogël. Ata ishin të jah Brezhnicës, që jemi në fshatin e tij. Dhe kishin edhe 3 motra, kishin Zethanën, e cila ka qenë martuar në Turqi, Zelihën, gjyshja ime ishte martuar në Rashan, të shaljes Bajgorës, dhe Bahtia që ka qenë te Kolodranët, martuar te Kolodranët, cilët janë edhe ata me prejardhe nga Kosova. Të gjithë thatë cilët e përmenet kemi familje, kemi vënë kontakte të vazhdueshme dhe kemi edhe sot e kësaj dite, përveç me tezën tani të ndjerë në Zethanën, e cila ka ndru jetë dhe ka lënë, sa më kujtohet, 2 djemë, njëri prej tyre është Fetaj, i cili ka lënë djalë, ndërsa ai nuk rrëmë. Bahtia ka pas 2 djemë, kemi pas rastin që ata të vinë në Kosovë, Selimi i madhi ka qenë në vitin 79, ndërsa Rahimi, doktor shumë i nderuar dhe i respektuar, ka qenë edhe në këtë odë, në mosafir të dajet e vetë këtu në këtë fshat. Për ndryshe shumë i njohur në firë dhe shumë njeri i respektuar dhe i nderuar. E përbashkëta të gjitha këtyre familjeve që po them është se kanë qenë njerëz pothuajse në gjenerata të përvuajtur. Ideologjikisht kanë qenë gjithmonë të përkushtuar për çështjen kombëtare dhe si rezultat i kësaj Fazlia në kohën e lëvizjeve të viteve 40 ta bashkohet me ballin kombëtar, ndërsa baba im si dënohet në vitin 51 për çështje politike, gjajase për çështje politike, derisa Fazli mban burg atje në Shqipëri, djalin e vllai, djalin e Sadris Shabanin, e pushkatojnë, nëse nuk gaboj Sadik ndoshta përmëson, nga regjimi i Enver Hoxhës pushkatohet, ndërsa vujtje dhe sakrificat vazhdojnë të gjitha pjesët dhe rrënjët që ka lëshue kjo familje në aspektin genetik, madje e përkushtuar ideologjikisht për çështje kombëtare. Dhe sot pas shumë kohësh, kur të bëjmë një analizë, unë do ta them një fjalë origjinale kur
tani ndjera halla ime që ka qenë pinah me babën, thashte se mbaj mend atë vit kur është përngolin se baba nona na sollën me dueq të kalit në Brezhnicë. Dhe thot kanë qenë shumë të vogël, asnjëri prej tyre ta nuk jeton. Dueq të kalit, domethënë ajo kalit që hedhën dueqit, do të kanë qenë shumë të vogël, binek dhe në njërën anë, një në fëmijë, në tjetrën thot dhe na quhen në Brezhnicë për më përshëndet. Nuk e dueq të kalit, na i thojmë në dueq të kalit, haxhi for grunit. Po, atëre se mjetë të transportit ka pas edhe dhe qatë vit për herë të parë shkum i thamë dhe amarë më nuk i pa. Kemi pas shumë vështërsi, ndërsa kontaktet i kemi vu dikun vitet 70 me letra, dhe deri në ditën e sot me këto kontakte nuk e kemi shkput. Ilegalisht unë kam shkuar në vitin 1992 dhe fatkeqësisht nuk e gjeta atë më të dashurën e babait Fastion. Gjeta të tjerë dhe sot e kësaj dite na kontakti kam. Unë shkoj shumë shpesh atje, këta më vinë më rrallë dhe po i qartoj publike që kështu dhe këta transmeton edhe në televizion me juaj. Por sot ndihem shumë i lumtur që të paktën u bashkuan këta dajtë e mi, edhe unë uroj që afërsia atyre tjetë përmërshme, përjetshme dhe më asgjë unë e jetë më stëndonë. Ata që ka na dënë zemra gjithë shqiptarisë dhe gjithë motrave shqiptare, inshallah e gëzoj. Aty është themeli edhe është qëllimi. Po, pasha zotin ligjin pak, kum po që me shtërmujtruet, me pru gjinën në veti, se do jenë të lindun njëri. Si femna si mosli. Do pasha zotin, halo gjithë kje hjek, gjithë kje kja me tje bon, edhe halo një unë i tjetën s'pe din më të rëvë. Që aty, jom që pëthue, a je i gëzuar shumë. Dëngjys, jom i gëzuar shumë dëngjys zemrës jo, lor. Se që sot kë ven mos më konë, kur kush, jo shkret, kur gjo. Po qëre tash, mjerët ma jeshut këtë ven, edhe e keni marë këtu, sarjen si la të rrët drombes, Zotë jo bësë në familje tuve, në vlat juve, në qka poqe, që keni orë me vizitu sot. Sadik, midis njerëzve tu, që do thë që sot ti? Se ti ka për e parë sot apo së bashkë në mua? Si ndihesh sot ti? Ndihem shumë, ime emocionuar dhe i gëzuar njëkohësisht. Me të drejtën pak me vones, kemi ardhë në vendlinjen tonë, dhe me thënë. Takova vlezërit e mi, dhe më thëmë, gjakut tonë, dhe jam shumë i gëzuar, sot nuk di si me shprej këtë gëzim, dhe më thëmë, sa nuk di si me shprej. Falënderit gjithë, mirë se keni ardhur në familjen tonë, sa i përket këtij flamuri, të e kam dhëran nga shqiptarët e Shqipërisë, ku dhe atje kam vesh uniformën e parë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, dhe jemi nisë për Kosovë. E kom barë gjatë tërë luftës kë me veti, pasi që pështova gjallë, këta ja prona babës tim, si shenjë kujtimi, dhe e kom lanë e odën e pritjes të mosaferve të burra që vinë dhe e shohin këtu. I ke majtë me vete gjithë kohën e luftës? Gjithë kohës luftës e kom barë me veti. Unë e përshëndes dy familje, dy vëllezërit që sot u bon bashkë dhe nipin i cili sot është në mesin e dojve të ti, edhe unë ndihem me shumë emocione dhe shumë çka ndëgjova dhe mësova, por duhet të përmend diçka si fëmijë në moshën 15-16 vjeçare, më kujtohet me një odë burrash kështu kur ishmi, u këndonte kënga e Hoxh Brezhnicës. Dhe duke kënduar këngën e Hoxh Brezhnicës pa përfunduar në fund. Këngëtarët në folklorin ton kombëtar, hyni dikush dhe u ndërprej, dhe nuk përfundoi kënga. Pasi dulëm nga dasma i thash babaj. Thash babe, pse u ndërprej kënga, tha, pasi që ke ty u kënu Hoxha, thash filloj një këngë tjetër, Marshalltita në kalit bardh. Tha Erbir, tha. Aja familje, tha, dihet, dhe kush është Hoxh Brezhnica, tha, dhe hyni dikush që këngëtarët
nuk mund të vazhdojnë për shkak të UDB-s dhe e kthyn Marshalltita në Kalit Bardh. Dhe që nga atëherë, u mbetët gjithë në kujtesaja, sepse një trung familjar, si që është familja Hoxhbezhnicës dhe familja e Sadikut, që nga torturat dhe mundet dhe sakrificat, Fazlijahës, emigrojnë në Turqi dhe pe Turqis në Shqipëri, dhe ka me mia familjet e tjera që do shta me qindra mira që kanë emigru dhe sot në Shqipëri, Turqie, Anadol, Amerike, ku diun, që është shpengu nga presionet nga dhuna barbare e ish pushteteve sërbe deri në kohën e fundit. Dhe du të përmendi sa herë që përmendet flamuri shqiptar, unë kam një krenari, por në atë krenari e kam dhe një dhimbje se për këtë flamur shqiptar kanë shku shumë njerëz. Dhe një ndër mesin e atyre është edhe një kushërijoni që sot kënohet Fazli Grejqevci në këngën e tij të gjatë, një mësues i ri i cili e deshti shumë dhe e imponoi shumë në trojët shqiptare në kohën e Rankovicit që flamuri duhet të jetë flamur kombëtar dhe për t'i tërhequr të drejtat të shqiptarëve. Dhe sot jam këtu me Azemin, njifem që ka herë, do të thotë, për aja që me lidhi ma shumë, me lidhi zhdukja e vllaut të Azemit Mustafës, që u zhduk nga okupatori sërb gjatë luftës së fundit në Kosovë, i cili është Mustaf Krasniqi, do të thotë, ka pas kohë janë gjenerat pas gjeneratët të zhdukur të vram, do të thotë një familje me një trung kombëtar. Dhe ka që kisha, por jam i lumtur që sot këtë dy familje e din ku janë njëri dhe tjetri dhe mendoj dhe dëshiroj që të vazhdojnë kështu gjithherë të bashkuar. Odat kanë qenë të kontrolluara nga dhuna serbe. Aty mblidheshin burrat e fisit. Në këtë odë mund të rrini 50 deri në 100 miq. Odat kanë qenë kështjell e begat e historisë së Kosovës. Dhe sot këtu janë gëmbëlluar miq dhe të afërt të familjes Krasniqi. Në krye të odës, Xhemal Idris Hoxha. Dhe më pas të gjithë së bashku do të kujtojmë Hoxhbezhnicën me këngën e tij legjend që tashmë ushton në këtë lugin të Breznicës dhe në Kosovë. Oda, si ka shërbyer pas në shekuj tradicionalisht? Oda shqiptare, ndryshe mund të quhet edhe shtëpia ose dhoma e burrave. Si e tha Shëremeti pak më herët, këtu tradicionalisht kanë qëndruar burrat dhe janë zhvilluar në te kuvende të ndryshme. Oda zakonisht dhe historikisht është ndërtu larg shtëpisë së zjarrit dhe shtëpisë robëve, antarëve të tjerë të familjes dhe zakonisht afër ose në pikën më të afërt nga dera e hyrjes. Oda shqiptare e ka qëllimin e njëjtë, ndërsa forma e ndërtimit dallon nga krahina të ndryshme. Të ne në Kosovë është e njohur dhe e pranuar oda e Dugazhinit. Është më e madhe, është shumë e rregulluar, ka rregull dhe qëllimi, synimi i saj ka qenë dhe është i unik për të gjithë shqiptarët. Funksioni i saj ishte i caktuar dhe ka shërbyer, ka qenë një lloj universiteti gjatë robnisë, kur shqiptarëve, si në kohën e Turqisë, ashtu edhe në kohën e robnisë serbe, 100 vjeçare gati, kur shkolla dhe libri shqip ishte i ndaluar. Ne deri në përfundim të luftës së dytë botërore, në Kosovë nuk kemi patur mësim dhe shkollë në gjuhën shqipe. Ata që kanë patur mundësinë të shkolluar në gjuhë të huaj, në shkollë serbe, me mësues dhe literaturë serbe. Ndërsa pas përfundimit të luftës së dytë botërore,
në një farë mënyre u nxorën disa të drejta, disa liri dhe filloi një shkollë shqipe e për mosave të vogla e nivelit të ulët dhe atë me mësues kryesisht nga Shqipëria, nga se s'kishin si të krijoheshin kuadrat kur nuk ishte shkollë shqipe në këto troje. Dhuna serbe reflektohej edhe në Odë, si u tha pak më parë, Oda gjithashtu ka qenë kontrolluar gjithmonë dhe e përcjellur nga sigurimet e ndryshme të pushtetit okupues. Dhe varësisht nga struktura në Odë është zhvilluar edhe muhabeti dhe biseda. Po sa ka hy një njeri i pushtetit, lloji i muhabetit ka ndryshuar më njëherë, ose konga e këngëtarit është ndryshuar, nga ajo patriotike nacionaliste është ndruar në një këngë të regjimit, të kohës, ose të njerëzve, të Tito, ose të tjerëve. Jam i lumtur që gjindem në një odë të vjetër, në një odë tradicionale. I ka dhënë ato studio të arguar aq mirë, kjo odë i sfidon apo jo? Kjo e ka ato studio televizive që i sfidon. E ka një histori të begatshme. I kanë shërbyer odat ndonjëherë gjatë luftës dhe keni një kuriozitet për takimit që bën odat, apo çu ka ndodhur? Po çdo herë na kur jemi ulë me bisedu, çdo herë kemi përdorur odat. Edhe kemi bisedu, atë kemi marrë, domethënë kemi përcaktuar pikat apo komandat edhe prej odave kemi dalë edhe në fushë beteja. Çdo mbrëmje, edhe pse kemi pas fushë beteja në luftë, na kemi pas edhe takime në për oda. U kanë hapur shtëpit. Ato i kemi përdorur edhe si vende të ushtrisë shëlimtare. Të ushtrisë shëlimtare si shtabet të çikës, se s'kemi pas tjetër, por odat i kemi përdorur. Gjithë zyre. S'kemi pas zyre në atë kohës, edhe nuk na kanë vënë zyret në kohën e luftës, por odat. Kurse për odat e mahershme unë jam shumë i ri, pak i kom rri, por çdo herë këshillimin më të mirë ne kom gjetur në për oda. Kanë ardhur, ju kanë bastisur këtu në shtëpi, kanë kërkuar shtëpinë tuaj, apo gjatë luftës unë nuk kam qenë këtë pjesë, kam qenë pjesën e pashtrikut, apo të thëmë Theran dhe Zravecit me rrëthin aton, se unë kur kam marrë prej Turkisë, në Shqipëri, prej Shqipërisë Kosovë, kam betë në aton, me shok luftës bashkë, s'kemi pas dëshirë më nda shok të luftës. Dhe për këtë anën krena, kom pas vllaznin, plakun e familjarina. Por kanë ardhi, kanë kërku se ne jemi kanë familje patriotike në zo, çdo herë Serbina ka pas në sy, nën përcjellje, domethënë, edhe i kanë kërku, po falë Zotit kështu, jemi me një antar të zhdukur, tjerë jemi shëndosh e mirë. Dhe kjo s'është pak. Megjithatë, Azem, shokët e tu, bashkëluftarët e tu, ku janë sot? Si ndihen sot? Flas në tërësi, si është ky problem në Kosovë? Po ky është një problem bukur i madh, domethënë te shoqëria tonë të luftës, që kanë mbetë me shumicë rrugëve, nuk janë të punësuar, në pjesë shumë e vogël janë të punësuar, në për institucionet Kosovës apo në për vende, domethënë policia apo në ushtrinë e Kosovës, kurse të tjerë të bredhin në rrugëve pa punë. Pa asistencë, pa asistent, pa kur. Mjerisht, 3 prej tyre shokëve të mi të luftës e kanë varë edhe veten për shkak të skamjes. E dhimbshme apo jo? Shumë e dhimbshme. Shkaqet ku i kërkoni? Sepse kanë hik shumë, po tash çdo vend mas luftës i ka rrethonat e vështira. Nuk mund të rinjallet shumë shpejt. Kjo vjen shumë ngadalë dhe ata kanë shpresuar se do të vjen shumë shpejt edhe do të bëhet zgjidhja për ta. Por institucionet tona shkojnë pak më ngadalë, për arsye se e mira vjen më ngadalë. Nuk ngutet shpejt, se kjo shkon edhe tash me planin evropian, do me thonë shkojnë pak procedura më ngadalshme, jo të ngutshme, për me dështue. Mos është lidhur me diktaturën dhe komunizmin, kjo akoma në institucionet tona mbetet mentaliteti dhe veprimtaria e ish komunizmit? Por ato në për institucionet tona ka disa, por me të vërtet janë duke u freskuar dhe duke u modernizuar drejt modernizimit evropian. Unë ashtu e parasha, është mendimi imi.
Faleminderit zëm. Faleminderit. Këtu desha t'ja tham edhe disa, për arsye disa njoftime, për odën tonë që jemi këtu. Domethënë kemi një fotografi këtu shumë vjetër, që është e Hoxh Brezhnicës, e para, e plakut ton, Hoxh Brezhnica. Kjo është e vëllaut tina, profesorit parë, domethënë në gjuhën shqipe kur janë bërë profesorat e parë Beqiri. Kjo është fotografia imja nga lufta. Dhe tani këndena kemi një pasqyrit historisë betejës të Cemetisit, ku një foto është e Shqipërisë atje, kur kam nisë për Kosovë, pika e Badeshit. Pra e ke kthyer këtë vërtet në ka histori. Histori të vjetra dhe të reja. Të gjitha këto të mpleksura në mënyrë harmonike, një trashëgimi shumë e pasur në këtë odë, në këtë familje, në këtë fis. Po pse jo unë do të lutesha që sepse njeriu gëzon, i dherohet, prap gëzon, prap këndon. Sepse ata fëmijët tuaj duan këngën, duan dashurinë, i duan të gjitha. A ka mundësi që të dëgjojmë në televizion e vëllon një këngë kosovare këtu në odën tuaj? Mund të...
Juve keni shumë relike këtu. Po. Të vjetra, të reja, të luftës Kosovës, po kjo sopat çfarë përfaqëson? Kjo është sopata domethënë e historisë familjes tonë, e Hoxh Brezhnicës, që është në histori e shkruar edhe në përkang që kënohet folklorike. Domethënë kjo sopatë ka dhe historinë e vet, ku në atë kohë domethënë shkon se armë luftarake e familjes tonë, ku babgjyshi jonë domethënë ka zhvillu betejën me këtë sopatë në 1931 me Malazez. Shkurt, çfarë ishte? Pse ndodhi përplasja? Përplasja për atë është ndodhur për arsye që këtu i kanë pru Malazez, serbian, për arsye më marr tokat, shtëpitë edhe me qitë shqiptar mi dëbu për këtu. Ja mbrojt me spat. Edhe mbrojtja aty ne ka qenë kjo ardhë. Ka vrar Malazez? Po. Faleminderit Azen. Faleminderit. Faleminderit të gjitha miqin na sodhe këtu në këtë odën tënde. Po prap këtu ka vend bosh apo jo? Për miq. Tash mas gjithë këtyne, tash e kemi shtruar edhe sofrën. Që e quajmë sofrën e odës shqiptare. Dhe po në këtë vend tash do të ulëm dhe do ta shohim sofrën shqiptare. Të mira dhe gëzime. Amen. Mlodhi ka njerëz. Zokos, shërbenullë.